Përshëndetje me emisioni 05, shpresoj se jeni duke kaluar një vikend këndshëm edhe sonte si çdo tjetër po shoqëroheni me emisionin 05. Krem fillim të emisionit si zakonisht një falënderim i veçantë ndaj sponsorëve tonë besneke, ata janë Bas Market, Dr. Smile, Exonismi, Hebs, Studio Orta Touch, e po ashtu edhe Urban Style i cili përkujdeset në çdo emision për dukjen time. Ashtu si që kemi thënë gjatë gjithë sezonit të 5, emisioni 05 është këtu në përkraje të artistëve të rinj. Edhe sonte në studion e emisionit 05 e kemi një artiste të re për ta promovuar, Altina Tasholli. Altina, përshëndetje. Përshëndetje. Fillimisht faleminderit shumë që pranove ftesën e emisionit 05. Faleminderit juve për ftesën. Altina, arsyeja pse jemi sonte këtu në studio është sepse tashmë keni debutuar në skenën tonë muzikore, por fillimisht na trego si vendoset mirësh me muzikë. Muzikën qysh prej e vogël, kom nisi pjesë tamën, edhe çdo herë kom menu që në të ardhmen me shfaq diçka më shumë prej kësaj, ku edhe po besoj që ka ardhur koha që vetë se kom lancu projektin tam të parë. Ashtu, Altina, na tregot lutem sa ishte i vështirë realizimi i projektit parë dhe kush ishin bashkëpunëtorët tu? Si çdo fillim, nuk u kanë ashtu shumë e lehtë, për shkak se nuk kom pas shumë njohuri se që shkon puna deri te finalizimi i një projektit, po me çdo punë, me vullnet, të më thonë, ka shku tepër mirë, edhe një falenderim shumë i veçantë për producentin Nexhen, që e ka bu këngën tepër mirë edhe ka dalë po besoj që perfekt, po ashtu edhe për tekstin që e ka shkruar Don Seidio, që i dha shpirt kësaj këngë. Altina, e di se projekti juaj i parë realisht është realizuar edhe me një videoklip. Na trego ku janë bërgjërimet e videoklipit dhe sot morri ku? Për videoklip kemi zgjedhur 3 lokacione, ku të trijat janë në Gjakov, po jemi mundu me u përshtat sa më shumë me ritmin e këngës, po na ka marrë kohë për një ditë, jena mundu me i përmbledh krejt çdo që i kem pas për një ditë, po besoj që ja kena arrit. Ashtu. Altina, ti si një artiste e re e din po besoj që ka shumë konkurrencë në vendin tonë. Na trego sa mendon që është e vështirë për me arrit sukses, duke po që çdo ditë skenës tonë po i shtohen numra të ri të artistëve. Si që tha dhe te, konkurenca ditës sot me po besoj që është shumë e madhe, se dita ditës po shtohen shumë talenta, po normal me punë të palodhshme, me vullnet, besoj që çdo sa na arrihet, edhe mojna me po diçka e menojna për me po qatë sukses të vetja. Në rregull, pasi edhe ti vetë je artiste e re, edhe po flasim për këtë temë. Na trego çka mendon ti personalisht? A ndihmon një artist apo artiste të re që të hyjnë treg ndoshta me bashkëpunime ose her pas here të sjellë edhe projekte në bashkëpunim me artista ndoshta që kanë më shumë eksperiencë në muzikë? Padyshim që po. Një artisti të ri, po besoj që mënet me ndihmu shumë një bashkëpunim për me u shfaq në skenën muzikore, po edhe në të njëjtën kohë, unë si artiste e re, besoj që muj me mësu prej një artiste që ka eksperiencë punën këtë lami, edhe besoj që dalë shumë a mirë, edhe mjojnë ma shumë publiko, edhe që kjo. Përveç e the që realisht bashkëpunimi ndihmon artistit të ri apo artiste, se mirë po, çka mendon se ndoshta jo këtë kohë, po kohë më parë kanë qenë shumë produksione apo menaxhmente që kanë marrë artista në menaxhem. A mendon ti personalisht se nëse një artist i ri hyn në një kompani, në një label apo si ta quajmë, e ka më të lehtë ndoshta për me depërtu në treg apo çka mendon? Varet shumë nga procesi i menaxhimit. Normal nëse ka seriozitet, përkushtim, po besoj që edhe në të ardhmen ka mu menaxhu nga një kompani, po normal nëse ajo kompani është serioze dhe ka përkushtim që merr përsi për artistin, po besoj që shkon shumë mirë. Po të njëjtën kohë, nëse nuk është puna vullneti, po besoj që edhe mundet me dëmtu një artist. Ti e the që në të ardhmen ndoshta do të jesh pjesë ndonjë menaxhmenti që nënkupton se momentalisht nuk keni menaxher apo ndonjë menaxhment realisht. Për momentin jam vetë, nuk kam asnjë menaxhem, po në të ardhmen pse jo. Sa po është e vështirë për ty si një vajzë e re ndoshta të mirësh me gjithçka, se po besoj që je kujdes vetë si për pjesën studio, për tekstin, për videoklipin, për gjithçka tjetër. U kam pak e vështirë, po çdo herë me përkrajen e familjes, me të afërme, u kam shumë e lehtë krejt kjo punë që e kam bërë deri tash.
Ashtu. Altina, na trego se tashmë vetë se projektin tënd pare ke publiku mirë, po jemi afër sezonit veror 2025. Do kesh treja për këtë vit apo si janë planet tua realisht? Po besoj që kam e pas edhe shumë projekte tjera, po jo vetëm me një zhanër, po besoj që kam e dal edhe për te kongës që e kum bon, po t'ja lajmë kohës. Do me thonë të je prej atyre që ki qenë me eksperimentu? Po, çdo herë ju më fokusu veç të një, me pas se cilën është po ecë ma shumë, cilën pedon publiku, cilën po kërkohet. Po ty personalisht, pavarësisht se çka kërkon publiku, çka të përshtaten më shumë? Çka të flen zemër ty më shumë? Për çepin tam, unë kisha kënu balada, besoj që më flen ma shumë, po pse jo me i provu edhe këto tjera. Lidhet diçka kjo balada me jetën personale apo diçka? Jo, nuk është që lidhet. I ki qef? Nuk është që lidhet kur gjë, veç se besoj që më flen ma shumë, edhe muj me kënu ma me shpirë qatë baladë. Në rregull, Altina, faleminderit shumë, ishte vërtet kënaqësi që të pata në studion e emisionit 05, kësaj here shkurtimisht, mirë po besoj që herave tjera me projekte tjera do takohemi përsëri për me i promovu çdo herë në studion e emisionit 05. Faleminderit juve, faleminderit edhe njerë për ftesën, jom shumë mirënjohëse edhe besoj që do takohemi edhe herave tjera. Kënaqësi. Faleminderit shumë. Me ishte emisioni 05, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur këtë të shtunë, deri shtunën e ardhshme, natën e mirë.